Unë isha me Fatonin edhe me Osmanin, kur e ka treguar bujari që në vrata. Në ndërkohë vritet Jusuf Bardhash Gërvalla dhe Kadri Zeka. Si e morët lajmin ju? Në lajmin e morëm nga bujari. Bujari në tregoi të nesërmen kur ka ndodhur ngjarja në ambasadë që ka ndodhur vrasja atyne. Ju me kënd ishit në ambasadë në momentin kur? Unë isha me Fatonin edhe me Osmanin, kur e ka treguar bujari që në vrata. Edhe ne atëherë kemi përshpejtuar punën për me arritë bashkimi. Edhe me datën 17 ka ardhur Sabrina Vosella bashkë me Gjafer Durmishin, edhe ne kemi bërë bashkim. Erdhen në Ankara, Gjafer Durmishi bashkë me Sabrina Vosella. Po Sabrina Vosella erdhi me Gjafer Durmishin sepse na se kemi njohur këtë Gjafer Durmishin fare. Po ai erdhi nga Gjermania atë, edhe e kemi arrit bashkimin në LPK. Kur është data e saktë? Data e saktë e bashkimit? Data e bashkimit në LRSSH, si është quajtur fillimisht, është 17 shkurti vitit 1982. Me datën 16 janar 1982, Bujar Hoxha i drejton nga Ankaraja një letër Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe thotë: Sefedini më dha 2 dokumenta. Njëri mban firmat e Xhelalit dhe të Sefedinit. Xhelali ishte Sabrina Vosella dhe është dokument që bën fjalë për bashkimin e 2 organizatave përkatëse. Pra, me datën 16 janar 1982, ju i keni dorëzuar Bujar Hoxhës një dokument të bashkimit të organizatave. Jo, kjo nuk qëndron. Kjo nuk qëndron. Ky kablogram nuk e di si ka shkuar atje, ama kjo nuk qëndron sepse ky takim nuk është zhvilluar asnjëherë. Kto është fjala për takimin në Stamboll apo? Me datën 16 janar 1982 thotë që më ka dorëzuar, njëri mban firmat Sefedini më dha 2 dokumente. Po a flitet për vendin ku është më takimi? Jo, nuk flitet. Ky takim s'ka ndodhur fare. Edhe Bujar Hoxha e gënjen një gjë të tillë. Unë nuk besoj që gënjen. Këtu mund të ndodhë ndonjë kontrabandim. Nuk besoj që hyn aty në veprime bujari ka qenë njëri shumë serioz. Këto dokumente, a ka pasur ndonjëherë që i keni dorëzuar me nënshkrim tuajin diçka në janar, më 16 janar të 1982-s? Mund nuk përjashtohet mundësia nëse ka qenë fjala për fillimin e bisedimeve, por jo për bashkim. Po keni nënshkruar një dokument për fillimin e bisedimeve ju dhe Sabrina Vosella? Ju kujtohet? Sigurisht që është që ne s'kem bërë bashkim me datën 16 janar. Kjo është e sigurt. Pra nuk ka një bashkim edhe pse Bujar Hoxha e raporton një gjë të tillë. Nuk ka. Ndërkohë, kur folëm për protestat, Bujar Hoxha thotë që edhe Sefedini edhe Xheladini më thonë që nuk kanë dorë në organizim të protestave. Asgjë nuk qëndron. Sipas të dhënave historiografike, grupi i organizimit të protestave nga 11 marsi e këndej kanë qenë pjesë të celulave të OMLK-s apo? Jo, s'ka pas lidhje me OMLK. Asnjë lidhje me OMLK nuk ka pas.